Do shkoj të bëj një ekogjiri sot. Le ta nisim me këtë këmishën dhe le të bëjmë yll bote. Që kur kam kaluar atë tumorin në tiroide, gjithmonë sa herë duhet të shkoj të bëj një ekogjiri, më ka pak si ndjesim. Poshtë po mendoj të ndroj këto xhinset që janë të gjëra dhe të vendos një palë që janë pak më slim fit, sepse unë skinny jeans nuk vesh. Muajin që shkoj gjithashtu bëra një kontroll tek ginekologu që jam ndjekur gjithmonë. Dhe kam bërë dhe një pap test sigurisht, po ju tregoj gjithë këto gjëra, sepse shpesh jemi të mësuar që të shohim këtu në social media vetëm gjëra që kanë të bëjnë me blerjet, me rrobat, me pushimet, por dëgjojmë shumë pak për gjërat e tjera që kanë shumë rëndësi si check-upet. Jam duke përdorur këtë lip balmin, që mos më thahen buzët. Kjo është Strawberry Garden nga Ara Herbs dhe është një nga më të preferuarit e mi dhe duket shumë bukur. S'ke nevojë për buzëkuq për gjëra tjera. Për aksesor po mendoj të mbaj këtu nazat. Këtë është hera e parë që vendos, që sa bukur që është, edhe këtë. Dhe këtu vathët që i kam dhurat nga kunata ime. Si për po mendoja këtë xhaketën e Kamoshit, me që akoma nuk është shumë ftohtë në Tiranë, nuk e dia do kemi dimër si vjet. Këtë ma ka blerë mami kur isha në Prishtinë dhe ishte shtatzan dhe atëherë më rrinte shumë keq dhe tani jam shumë happy që mund ta vesh sërish. Do vesh këto çizmet. Do marr këtë çantën Kamosh me detajet kaf. Ky është luku. I kam tani.